Horoskopi ditor e shtunë 15 mars 2025. Dashi, dashuria. Sot është koha e duhur për të punuar me forcën tuaj të brendshme dhe të mendoni se si të rivendosni ekuilibrin në jetën tuaj. Është një kohë e mirë për dashurinë. Yjet shpallin mundësi të mëdha në sektorin sentimental për beqarët. Puna, mundësi të reja pune për ata që duan të jenë të gatshëm për ta ecur para. Demi, dashuria. Mëngjesi fillon me më shumë energji se zakonisht. Hëna në aspektin favorshëm paraqet momente të bukura në sferën romantike, momente të mirëkuptimit me partnerin. Zemrat e vetmuara do të kenë takime të reja, disa për të cilave janë shumë të rëndësishme. Puna. Yjet u këshillojnë të mendoni për investimet dhe të mendoni me kujdes përpara se të ndërmerrni veprime për të shmangur falimentimet. Binjakët. Dashuria. Sot jeta emocionale nuk është saktësisht një shtrat me trëndafila. Në disa momente tensioni me partnerin do ta trëndisin pak ditën. Merrni kurajo me të dyja duart. Surpriza të këndshme për beqarët, të cilët nuk duan të jenë vetëm. Puna. Përpiquni të zhvilloni disa projekte të rëndësishme për karrierën tuaj. Një moment i rëndësishëm po afrohet. Gaporja. Dashuria. Dashuria në këtë ditë nuk do të jetë në maksimum. Mundoni të mos mendoni për ata dhe të shijoni argëtimin, një shëtitje me miq ose një mbrëmje me kolegët. Shpesh ju duhet të mendoni edhe për veten. Mërkuri krijon probleme për beqarët. Kujdes. Puna. Perspektive të shkëlqyera për punë, veçanërisht për ata që kanë një aktivitet tregtar. Do të ketë ardhura të shkëlqyera. Luani. Dashuria. Urani në shenjë sinjalizon kaq shumë mundësi në sferën private. Nëse keni një dashuri solide, ju mund të filloni programe shumë interesante në të ardhmen. Beqarët do të jenë në gjendje të llogarisin një entuziazëm të madh dhe plot energji. Ata do të jenë gati për të filluar një histori të re. Puna. Mundësitë e punës në ditët e sotme nuk do të mungojnë. Ju do të takojë të zgjedhni se cilën rrugë duhet të shikoni dhe çfarë të vendosni. Virgjëresha. Dashuria. Në pasdite, dashuria do të jetë në nivele të larta. Përpiquni të përqendroni te dashuria dhe të qëndroni të qetë. Saturni u jep gëzim dhe qetësi atyre që dinë të kuptojnë ata. Yjet ofrojnë mundësi të reja për beqarët që duan një histori të rëndësishme. Puna. Mbështetuni mbi të gjitha në entuziazmin tuaj për biznes, por mos humbisni mundësinë për të eksperimentuar me projekte të reja. Peshorja. Dashuria. Ju do të stimuloni energjia e madhe dhe madje edhe pengesat sot nuk do të ndikojnë në qetësinë tuaj. Një buzëqeshje dhe një syqor do të fshijë shqetësimet në botën emocionale. Shumë lajme për beqarët. Bukuria dhe misteri që i karakterizon do t'i bëjë të kapin shumë zemra sot. Puna. Marsi është gati të bëjë gjithçka që mundet për të promovuar mundësi të mira pune. Vendosni vendosmërinë tuaj dhe gjithçka do të jetë një sukses. Akrepi. Dashuria. Yjet sot afrojnë frymën e duhur për të kryer projektet në çift që ju interesojnë. Për disa nga shenjat, një festë e bukur është gjithashtu në horizont. Për beqarët do të ketë shumë mundësi të favorshme për të takuar shpirtin binjak. Mos u humbisni. Puna. Puna sot do të vazhdojë pa probleme, por nëse keni diçka për të thënë, vazhdoni. Keni yjet në favorin tuaj. Shigjetari. Dashuria. Yjet do japin frymën e duhur për të zbutur çështjet e dashurisë. Venusi në rrugë do të jetë vendimtar në ditët në vijim për të marrë vendime të rëndësishme. Zemrat e vetmuara do të duhet të bëjnë një zgjedhje, vetëm mbani këmbën tuaj në tokë. Puna këto ditë nuk peshon. Jeni fokusuar në projektet tuaja dhe shikoni drejt për rrugën tuaj.
Britsjapi. Dashuria. Dita fillon e mrekullueshme, sot ju do të duhet të ndani momentet e bukura me partnerin tuaj. Planetet e pavoshme sigurojnë marrëveshje të përsosur në të gjitha frontet, edhe beqarët sot do të kenë guximin të deklarojnë tërheqjen për një person. Puna. Hëna ju këshillon që të investoni në karrierën tuaj dhe Urani do t'ju ndihmojë gjithashtu për të mbështetur përpjekjet tuaja. Ujori. Dashuria. Disa vështirësi në sferën emocionale do të ndikojnë në disponimin tuaj. Nëse pranoni se keni gabuar, rishikoni hapa dhe gjithçka do të kthehet si më parë. Marsi në shenjë së shpejti do të shpërblejë beqarët që janë në kërkim të dashurisë, takime të reja në horizont. Puna. Përpiquni ta kuptoni atë që është e gabuar me punën dhe përpiquni të keni më shumë besim te vetja. Nëse është e nevojshme, pushoni. Peshqit. Dashuria. Përpiquni të përqendroni te ndjenjat dhe të jepni përparësi dialogut. Gjërat me të dashurin tuaj do të përmirësohen, por ju nuk do të jeni të lumtur ta dëgjoni një person pas një kohe të gjatë. Beqarët do të duan ta ndajnë këtë ditë me familjen. Puna. Ju njoftojnë probleme në fushën profesionale, por sigurohuni do të zgjidhni çdo mërzi.